Po ke qenë një. Shkove për 3 ditën e 15. Po, ha. Edhe E kishte 3 herë 5. po punoja këte. I lanë çondën apo? Po, Herë 5. po punoja këte kongën unë në për diskoteka, në për klabe, jepte me radio, gjithanej, kongën time edhe kjo agjencia që më ka mund menaxhim mori telefonat dhe këto artistët edhe bom remix me një nga këto. Pastaj kur e morin vesh një tjetër, do të bonte edhe ai po të njëjtën kong remix. Shiko, ta theksojmë që ai tjetri punon me 50 Centin, ha? Domethënë nuk janë artista të vetë, janë goxha të fuqishëm. Jo, këtu atje janë shumë të lartë si artistë, ndër artistët më të mirë atje. Dhe donte të bonte dhe ky i dyti do të bonte po të njëjtën kong remix me mua. Për ta bërë Po, për s'dyti prap. i tha bëjmë një kong tjetër remix, jo thot duhet e. Ndërkohë që e kisha bë me këtë tjetrin. Që e kishit përgatitur. Po, edhe në fund tha hajt futu dhe ti aty. Futemi të tre. Po, futim të tre, po ishte problem me ato atje. Unë nuk e di si funksionon këtu, po problem se gjithë ato duan kënojnë i pari, aty dali i pari, pastaj dali i tjetër. Ja, këtu është e kundëra, tu duhet të kënosh në fund që duke që jetë ti ai. Jo, ato duhet dalin para, plus që nuk ta bën tekstin ai, ta bën tekstin i fundit ose kënon i fundit, që do me pa Se çka kemi të bëjë ne që të bëjë më mirë ai. Punë me hile. Po, punë me hile. Nëse unë kisha bërë pjesën time, unë isha i pari vetë se koka ishte ime. Po ti gja Unë i kishe pari, ka. dhe Thash, bori që doni ju dy. Po a menova që do dalë i klipi tash i shpejtë? Për verë, se është klip verore. Domethënë është këngë verore, pavarësisht. Po, përveç kongëve tjera që kam, për këtë kongë, për këtë videoklip vendos unë kur dahet.